Është organizuar në Lezhë edicioni i përvitshëm çmimi Atzef Plumi. Të vit ai u kushtua zhanrit të memorialistikës. Fitues u shpall libri Fanoli Rebeli, i autorit dhe studiuesit i lirë Ikonomi. Juria profesionale përzgjodhi veprën mes 25 botimesh të fundit, duke e vlerësuar përqasjen origjinale historike dhe hulumtimin e thelluar mbi një nga figurat më komplekse të historisë shqiptare, Fanolin. Dhe tilla është libri i vetëm për me tregu. Kjo vetëm titulli ka një kuptim shumë të madh dhe simbolik. Çfarë do të thotë? Domethënë ti jeton, shumë njerëz ikin nga kjo botë pa bërë një gjë, pa lënë një gjë mbrapa. Atëzeti ka thënë që unë jetoj për të treguar këto që kam parë, se ka shumë rëndësi për brezin tjetër një mësoj. Të di se çka ka ndodhur në këtë botë. Është shumë e rëndësishme kjo. Shkrimtari Rudolf Marku tha se kujtesa është koka e çdo kulture të gjallë. Kaliopi është muza që kulon poezi, por ajo është në të njëjtën kohë dhe përnesha kujtesës. Çfarë do të thonë kjo? Do thotë që kujtesa është thelbi më i madh i artit që krijon njerëzimin. Pa kujtesë nuk ka asgjë. Ky botim përbën një kontribut të çmuar për historiografinë shqiptare, duke sjellë jo vetëm një analizë të plotë të një periudhe të rëndësishme, por dhe duke ngjallur një reflektim të ri mbi identitetin, idealet dhe sfidat me të cilat është përballur shtetformimi shqiptar.